Madje mendonin që nuk duhet treguar dhe duhet thënë sa më shumë që s'kemi, sepse të marrim sysh. Pikërisht, jo vetëm Është e kundërta, pra ne nëse jemi mirë Habibe, duhet ta themi, duhet ta tregojmë, un jam mirë. A është problem të thuash që un jam mirë? A e trëm kjo energjinë e mirë? Kjo në fakt ka të dyja kanë të vërtetat e tyre. Duhet të themi që jemi mirë, po duhet ta mbrojmë në të njëjtën kohë energjinë tonë. Pra, ti mund thuash jam mirë, po jam në një periudhë shumë të mirë të jetës time, por nuk është nevoja të ndash çfarë do lloj detaji me çdo njeri. Në këtë mënyrë e hap energjinë dhe njerëzit e kanë i duket sikur e kanë më të lehtë aksesin ndaj teje, dhe në momentin që njerëzit e kanë më të lehtë aksesin ndaj teje, mundohen edhe të ulin ose të fusin atë energjinë e tyre negative. Nga ana tjetër, mendësitë që na kanë dhënë prindërit tanë, pa dashje sigurisht, mendoj se ka ndikuar në të gjithë energjinë kolektive të shqiptarëve që e kanë këtë që jo po skemi ose harxojmë shumë një moment dhe kursejmë për gjërat më elementare siç mund të jetë ngrohja ose ushqimi i mirë dhe duam vetëm të dukemi. Është e rëndësishme që ne t'i përkujtojmë vetes dhe t'ia ndryshojmë vetes këto mendësi. Këto mendësi që s'ka ose Shqipëria nuk bëhet ose këtu nuk realizohen gjëra dhe të fillojmë dhe t'i themi, po, përderisa ka në Shqipëri 5-6 veta që e bën, do thotë që mund ta bëj edhe unë. Përderisa ekzistojnë kaq shumë njerëz që kanë bërë kaq shumë gjëra, mund ta bëj edhe unë. Duhet të ulemi, siç the edhe ti, dhe të shohim cilat janë këto fjalitë që neve na janë thënë në mënyrë të ripërsëritur, qoftë që skemi, qoftë se ti s'ja del dot ose përderisa prindërit tanë nuk kanë arrit diçka, nuk kanë bërë shkollë, atëherë as unë nuk mund t'ja dal, dhe të ulemi dhe të reflektojmë mbi këto dhe ta ndryshojmë narrativën e jetës tonë dhe të gjejmë prova që thonë që po, unë ja kam dal, po ka gjëra të mira në jetën time dhe në këtë mënyrë truri, neuroshkenca thotë që truri do të ndihmojë të arrish atë gjën që ti do.